Instituti për Leadership dhe Politika Publike, në partneritet me ambasadën e Gjermanisë, organizoi në Gostivar diskutimin e hapur me temë udhëheqja e ndryshimit me një zë domethënës nga përfaqësimi në ndikim. Aktiviteti u mbajt në sallën e Këshillit të Komunës së Gostivarit dhe mblodhi përfaqësues të institucioneve publike, organizatave të shoqërisë civile, mediave dhe qytetarë të interesuar për të diskutuar mbi rëndësinë e përfaqësimit, fuqizimit të zërit qytetar dhe pjesëmarrjes aktive në proceset vendimarrëse. Drejtoresha e Institutit për Leadership dhe Politika Publike, Pranvera Kasami, theksoi se projekti, i mbështetur nga ambasada e Gjermanisë, synon të nxjisë përfaqësim me kuptim plot të grave në shoqëri dhe institucione. Ajo vlerësoi se megjithëse legjislacioni dhe kuotat gjinore garantojnë një nivel të caktuar përfaqësimi, sfida mbetet ndikimi real i grave në proceset vendimarrëse dhe në krijimin e politikave që prekin drejt për drejt komunitetin. Ky është një projekt që mbështetet nga ambasada e Gjermanisë dhe për ne nuk është vetëm një projekt, por është një kauzë e gjithhershme. Sado që duket sikur jetojmë në një shoqëri ku mundësitë janë të barabarta për gratë dhe burrat, nganjëherë nuk është ashtu në realitet siç duket. Ose mbase duket sepse kuotat, shifrat, ligjet që i kemi në vend janë, gjithsesi janë aty, i kemi, fatimisht që i kemi, por sa zbatohen edhe sa realisht roli i gruas ose zëri i gruas është i dëgjuar në shoqëri. Gjërat që bëjmë gjithmonë i qasemi me idenë që duhet t'i bëjmë për vlerën që kanë dhe jo për të thënë se u bë një takim dhe jo për të thënë se i arritëm disa shifra, disa përqindje, ashtu siç është edhe 30% që i përfaqësimit të grave. Po ta shikojmë këtë për 30%, po të hymë të analizojmë iniciativa që dalin nga gratë, projekte që zhvillohen nga ato, projekte që janë në interes të grave dhe të komunitetit të atill, a korespondojnë vallë me këtë 30%, aty do ta kuptojmë pozicionimin real të gruas në shoqërinë tonë. Të kuptueshme janë rrethanat se rrjedhim nga shoqëri patriarkale e kështu me radhë, por gjithsesi le t'i rikthejmë projektit. Projekti quhet Leading Change with Meaningful Voice, që në shqip është udhëheqja e ndryshimit me zë të kuptim plot, me zë të dobishëm. Dhe pse e themi? Pikërisht për shkak të këtyre kuotave që nganjëherë na penalizojnë. Themi, grati, kemi 30%, çfarë doni më shumë? Por nuk është meaningful, nuk është nganjëherë ky përfaqësim, nuk është kuptim plot, nuk është në plot kuptimin e fjalës. Është vetëm sa për të thënë. Në këtë ngjarje mori pjesë edhe kryetari i komunës së Gostivarit Valbon Limani, i cili theksoi rëndësinë e bashkëpunimit ndërmjet institucioneve, shoqërisë civile dhe qytetarëve për ndërtimin e një shoqërie më demokratike dhe gjithëpërfshirëse. Sipas tij, diskutimet e tilla janë të domosdoshme për shkëmbimin e përvojave, ndërtimin e partneriteteve të reja dhe promovimin e një kulture leadershipit të bazuar në integritet, bashkëpunim dhe vizion të qartë për zhvillimin e komunitetit. Diskutimet e këtilla janë të domosdoshme, por edhe shumë të rëndësishme për të ndarë përvojat tona, por edhe për të ndërtuar partneritete të reja dhe për të fuqizuar një kulturë të leadershipit e cila bazohet në integritet, në bashkëpunim dhe në një vizion të qartë. Në këtë rast dëshiroj të falenderoj Institutin për Leadership dhe Politika Publike, si dhe ambasadën gjermane për organizimin e kësaj ngjarje për mua të rëndësishme, por edhe për përkushtimin e tyre në promovimin e vlerave demokratike, si dhe pjesëmarrjes aktive në proceset vendimmarrëse. Unë nuk dua që marrë më tepër kohë, por që dëshiroj të keni një diskutim të frytshëm edhe besoj për këtij diskutimi do të dalin në të ardhmen edhe iniciativa dhe idea konkrete me të vetmin qëllim që këtë vend ta bëjmë sa më të mirë për të jetuar. Në panelin e diskutimit kontribuoi edhe profesoresha Adelina Marku, e cila foli për rëndësinë e rolit të grave në jetën publike dhe politike. Ajo theksoi se zëri i grave duhet të jetë më i pranishëm në institucionet vendimmarrëse dhe në proceset e planifikimit të politikave publike. Ka një tezë të gjithë e keni dëgjuar, domethënë Hemingway ka një shkrim të jashtëzakonshëm që thotë të shpëtojmë atë që ka mbetur për të shpëtuar. Dhe ajo që ka mbetur për të shpëtuar jemi neve. Dhe ajo që ka mbetur për të shpëtuar është edhe zëri i gruas në politikë. Unë vazhdoj
bota e quhen tradicionale, kuptimin e asaj që gruaja që nga qendra e familjes nuk ka të bën me tradicionalizmin, ka të bën me evolucionin njerëzor. Gruaja gjithmonë ka qenë qendra e familjes, ajo që e ka bërë ekonominë e vogël, të thonë meshkujt në familje, ndërsa unë them se nuk ka ekonomi të vogël dhe nuk ka ekonomi të madhe, ka vetëm ekonomi. Apo. Kështu që ky zë i femrave që e bën ekonominë e vogël sipas kuptimit të meshkujve në familje, besoj që duhet të zhvendoset nëpër këshillat e komunës. Dhe besoj që duhet aty të ngritet dhe të kërkohet nga kryetari që të krijojë një konsensus për buxhetin gjinor. Gjatë diskutimit, pjesëmarrësit shkëmbyen ide dhe përvoja lidhur me sfidat dhe mundësitë për rritjen e pjesëmarrjes qytetare, forcimin e përfaqësimit dhe ndikimin e komuniteteve në hartimin e politikave publike. Organizatorët vlerësuan se aktivitetet e tilla kontribojnë në nxitjen e dialogut konstruktiv, fuqizimin e qytetarëve dhe krijimin e hapësirave për përfshirje më të madhe të publikut në proceset që ndikojnë drejt për drejt në jetën e tyre.